Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më të dashurit ton, vulës pejgamberike, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Familjes tij fisnike, shokëve tij besnik, edhe me gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tina deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëf prej tyre. Padyshim se e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka mundsuar që me arrit edhe këtë Ramazan. I cili na ka mundsuar që me pasën këtë vend këtu dhe me i kalu këtë net të bekume, këtë net në cilën Allahu subhanahu wa taala e lëshon mëshirën e tina, me i kalu në këtë vend së bashku. Allahu na mundsoft që kështu siç na kanë dhënë këtë vend, me na bashkullë në xhenetin e tina me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo se çka flasëm çdo herë në netët e Ramazanit, në mes të namazit, çdo herë nuk del jashtë suazave, jashtë pikave që ka të bëjë me këtë muaj, që ka të bëjë me ato se çka na bashkon ose çka na lidh ne me këtë muaj. Ramazani, po jo siç është bërë zakon i joni. Ramazani, si ta kalojnë Ramazanin, jo në atë mënyrë se çysh na e mendojnë çdo herë në popull. Do të mënoj secili prej neve edhe me menduar Ramazanin, se çysh e kanë kaluar gjenerata më e mirë, edhe çysh janë përgatitur për këtë muaj të mëshirshëm, për këtë muaj të madh, gjenerata më e mirë e njerëzimit. Për ta, Ramazani nuk ka qenë thjesht një muaj, sikurse për shumicën e neve që vjen Ramazani edhe shkon edhe nuk e lën asnjë gjumë në zemrën tonë. Për selefin, Ramazanin e kanë prit, ose çdo sen gjatë gjithë vitit e kanë lidhur me këtë muaj. Thot Muala ibn Fadl, Allahu më shrotë të kanu yad'un Allah sittata ashhurin an yuballighahum. Selefi kanë qenë për atyre të cilët 6 muaj para se me ardhur Ramazani, e kanë lutë Allahun subhanahu wa taala vazhdimisht që Allahu më ia mundsu këtyre për me arritën këtë muaj. Pasi që e kanë arritën këtë muaj, e kanë dhënë përpjekjen e tyre më të madhe për me ju nështruar Allahu subhanahu wa taala. Pasi që ka kaluar Ramazani, jo sikur të shumica jon, elhamdulillah e krytëm edhe këtë muaj. I dolëm fund, i dolëm skej. Na falenderojnë Allahun që i dolëm skej. Selefi janë mërzitën që ka ardhur fundi Ramazan. Selefi janë mërzit që po vjen fundi Ramazan. Pse? Se në qëtë muaj ti e ki dyrët e xhenetit hafta. Në qëtë muaj ti e ki mundësinë më të mirë për me e marrë biletën tonë dhe për me shkuar në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala mundësoftë. Masi që ka kaluar Ramazani, selefi kanë qenë për atyre që e kanë lutur Allahun subhanahu wa taala en yataqabbalahu min. Që Allahu më ia pranojë ata gjërat të cilën e kanë bërë ata. Do thotë, në vit e tërë i tyre është sillur me duajën rreth muajit të Ramazanit. Kur neve na vjen mend për Ramazanin. Neve na vjen mend për Ramazanin në 2-3 javë para se me ardhën ai, u përgatitëm. Sa e mendojnë në Ramazanin, e mendojnë në 2-3 javë tjera masi që të kalon. Që kjo e bën krahasimin ton më të qartë mes neve edhe mes gjeneratës më të mirë të njerëzimit selefi, Allahu na bashkoft me ta. Imagjino, vllai dashur se këtë viti i jot, këtë koha e jote më rrotulluar edhe mos i lidhje veç me një muaj. I gjithë adhurimet e cilat i bën gjatë gjithë vitit, me i pasën duat e tua në lidhje veç me një muaj. Mos me pasën asnjë gaje tjetër, mos me pasën asnjë det tjetër. Që kjo është mira më e mirë se çështi i nënshtrohesh Allahu subhanahu wa taala. Qëllimi tjetër i Ramazanit që duhet me pasën na është arritja e takvajës, shtimi i devotshmërisë. Thot Allahu në Kur'an, ja ju alladhina amanu, o ju të cilët e keni besuar Allahun subhanahu wa taala. Allahu na drejtohet neve besimtarëve. Kutiba alaykumus siyam, ju është bërë juve obligim agjërimi njëjtë sikurse ju ka bërë edhe popullit më herët. Këtë Ramazan të thinë agjërojnë na, e kanë pas obligim edhe popullit të thinë edhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me cilën arsye Allahu subhanahu wa taala e ka bërë obligim agjërimin për neve dhe për popujt e mëhershëm, la'allakum tattaqun. Me arsyen e vetme që ju me e shtuar devotshmërinë te Allahu subhanahu wa taala. Selefi
e ka kuptue takvajën jo vetëm diçka e cila nal tyje pe ushqimit. Nuk është takvaja që ti me kalu ditën e Ramazanit veç mos me hongër dhe mos me pi. Që kjo nuk është takvaja. Që ti edhe jashtë Ramazanit mundesh me i kalu orë tëra për mos me hongër dhe mos me pi. Takvaja është ajo e cila e ndërton ti me steje edhe me zemrimit Allahu subhanahu një derë të madhe. Me steje edhe me zemrimit Allahu subhanahu taala me e pasën një mburoj. Që kur dash për Ramazanit me dolën me shpirtin më të qetë. Kur dash për Ramazanit me dolën me një gjendje kim ndryshe, edhe një gjendje edhe më të mirë. Në herë për herave Omeri radhiyallahu anhu e pyet Ubej ibn Ka'bin për takvajën. Se çka është takvaja? Edhe i tha se a ke ecur në herë me një rrugë e cila është me thella, me gjemba. Thot po kam ecur. Thot çu shokon gjendja jote kur ke ecur ti gjatë çësaj rrugë me gjemba, thot i kam mbledh teshat e mia të nal, edhe i jam kshyrë me ecën, me thon kështu me kuptuar dhe malet, me ecë maje të gishtave që mos me shkim çato thirrra dhe më u shpua. Thot ç'i kjo është takvaja. Me ecën ti ditëve tua me kujdesin që mos me harrohen në ato që tirat Allah subhanahu taala i ka bën ndalume për neve. Takvaja është që ti me jetu e jetën tënde, jetën e përditshme, por se me ecë në rrugën e Allahut subhanahu taala duke pasur kujdesin se mos po i bën ndonjë gjëna atina edhe po zemrohet Allahu me veprat e tua. Ramazani për selefin ka qenë e njëjta ecje me çet rrugën të cilën e ka përshkruar vetëm Omer ibn Khattab. Në Ramazan me ecën ti me kthyt e poshtë. Në Ramazan me ecën ti me vesh mshil. Mos kuptohet kjo që mi mshil syt kur desh në rrugë, por se me mshilën syt mos me qyrën haram. Sot fitnja jon kryesore hiç pa dalën në rrugë e kena në telefon. Momentin që e hap me telefonin e mosh në haram. Edhe këto po e shfrytëzojna edhe gjatë ditëve të Ramazanit. Humbje kohë kët. Po dalin në rrugë, po dëgjojna haram. Po rrina me një rreth me vllazni, po flasun haram. Sa po i ngjason që ki Ramazani jon, Ramazani i selefit. Sa ina të ecna që të rrugën me gjemba, me thera, sa ina të urujtën, anas sa ina të shu komplet kohën edhe që kina gajle, a plagosni dikun a nuk plagosni. Ramazani i selefit ka qenë që e kanë rujtën shikimin, edhe jashtë Ramazan, por se në Ramazan edhe më shumë, e kanë rujtën shikimin e tyre për mos me qyrën haram. I kanë rujtën veshët e tyre për mos me dëgju haram. Edhe e kanë rujtën gjuhën e tyre për mos me folën haram. Që kjo duhet me qenë edhe gjendja e jonë sot. E jo me kohën e kundër të Allahu na falë neve. Çdo njëri prej neve, jetën tonë këshyrin me i bo do shok. Me i pas do dosta nga vetë që me kalu një kohë të mirë me ta. E në Ramazan, do të më konë një gjendje ki tjetër e jotja. Në Ramazan që ta dosta që i ki jashtë Ramazan, dush me i harru e pak. Në Ramazan dush me i pas në veç dy shok këto. Dy shok që ty e nuk të ndojnë asnjëherë. Ajo është istikfari, të cilin ti e bën për Allahun subhanahu taala, dhikri, të cilin ti e bën për Allahun subhanahu taala, edhe leximi i Kuranit. Kurani të cili ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me cilin na falmi namaz dhe adhurojmë Allahun, ka zbritur pikërisht në këtë muaj. Prandaj shok i pandashëm i jotit gjatë këtij muaji, gjatë këtyre ditëve të mira të bekuara, do të punojmë çiki leximi i Kuranit. Ata të cilët nuk dinë me lexu arabisht e kanë mundësinë me i mësua shkronjat, ata vallahi çdo njeri i cili e ka një ambicie të madhe, nuk i shkon një javë edhe hen Kur'an. Po na nolmi edhe menojna se një 10 orë me flajt, një 10 orë në telefon, edhe një gjysmë orë me mësu shkronja. Që ata na nuk mujna me hije në javë tyre në Kur'an. Nëse nalësh edhe kitë ditën tonë dhe ja kushton shkronjave të Kur'anit, nuk gëzën java dhe të hindjet në Kur'an. Edhe tjetra është me pasën istikfarin, kërkim falën për Allahun subhanahu taala. Kur Allahu i ka zbrit ajetet e agjerimit, ajetet e Ramazanit, mas tyre ajeteve kanë ardhur ajetet e duajit. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Edhe kur pyesin ty o Muhammed, robët e mi për mua, thuju atyre se unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Edhe i përgjigjen çdo lutje të lutësit nëse ai lutet mua. Istikfari është lutja më e mirë. Istikfari kërkim falje te Allahu subhanahu wa taala është duaja më e mirë. Sa që ka ardhur transmetimin e saktë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa i cili e kushton kohën e tina, gjuhën tina, duke bërë istikfar,
kam ju shtu rrëfi atina, kam ju largu belat atina, kam ju largu mërzia atina, kam ju zgjeru gjokë atina, kam ju zgjeru dynjaja atina. Që kjo është ajo të çka na e humbi këtë ditë. Masi që kalon Ramazani, prap e kije mundësien për me bo namaznate. Prap e kije mundësien për me lexuar Kur'an. Por se një mundësi mas Ramazanit ndoshta nuk i me pasën. Qysh i kije dyrë qelë për me të përgjigj Allahu subhanahu wa taala tash në këtë Ramazan për çdo dua tonde, mas Ramazanit nuk e kije këtë mundësi. Që kjo është ajo të cilën ti dush me ira pishon mas mujt Ramazanit. Që pse se ke lutë Allahu subhanahu wa taala më shumë, pse si ke bu dua Allahu subhanahu wa taala më shumë. Kur ka ardhur Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shtrënguar rrypin e tina. Kur ka ardhur Ramazani, edhe dietarët e tjerë dhe selefi i kanë lënë këtë punë të dinjajës edhe janë marrën veç me Kur'anin. Kur lexojnë në transmetime se ka pas pejtyre që e kanë bërë hak me Kur'anin brenda natës, neve na duket pak si film. Se i na mësu me kapacitetin tonë, në ambicjet tona të vogla, ose mos me thonën që s'kena ambicje dhe heq. Kjo ka ndodhur në kohën e selefëve që 600 faqe të Kuranit apo 6200 ajete të Kuranit i ka lexuar brenda ditës edhe natës, ose brenda edhe 2 rekateve. Raste të tilla kena edhe sot, që hoxhallarët të cilët i njohin për sunetit ose hafizat të mëhershëm kanë bue edhe më shumë se 30 hatme gjatë muajit të Ramazanit. Sa bën ti? Sa lexon ti për këtë libër? Sa ja kushton ti gjatë këtij muaji tina libri? 19 muaj tjerë lloj dashëm i kije dispozicion tondin për me i dhonën ti, për me dhon ti përpjekjen tonde për me e zonë dynjajën. 1 muaj e kije derën qelë xhenet. 1 muaj e kije dyrt hapra xhenetit dhe kije të mshelta xhenemit. Pse qëtë muaj, bashkë qëtë muaj, neve na vjen ai gafiti më i madh. Bashkë qëtë muaj, neve na vjen ajo pritesa më e madhe. Nashta është pe gjunaheve të mëdha të cilët pibojnë jashtë Ramazanit, edhe kur po vjen Ramazani penina vetëm kjo. Kur po vjen Ramazani, penina vetëm kjo. Ramazani është pastrim për ty. Ramazani është pastrim për gjithë neve që vjen, na pastron neve, edhe doni për Ramazanit edhe më të fuqishëm të tina kohë. Ramazani është mundësia më e mirë se na me arritën devotshmërinë të Allahut subhanahu wa taala. Ramazani, ditët e agjërimit janë mundësia më e mirë se qysh ti me nënshtruar vetëm para Allahut subhanahu wa taala. Imam Shafiu e përfundonte Kur'anin 60 herë në këtij muaji, që i bën 2 hallme në ditës. Imam Maliku kur ka ardhur muaji Ramazanit, komplet punën e tina të cilën ka pasur në lidhje me hadithin, me fikun e kalon në anash. Edhe në këtë muaj, në këtij muaj, është marrë veç me leximin e Kuranit. Ata nuk kanë garu asnjëherë se kush po lexon më shumë. Ata s'kan bu gara asnjëherë se kush po e krij më shumë Kuranin. Por se ata të cilët e kanë lexuar, e kanë bashkangjitur edhe në meditim, duke medituar brenda ajeteve të Kuranit. Që ka pas për tyre që në natës, këtë namazin natë që e ka fal duke e përsëritur vetëm një ajet. Fe bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban, e cilën të mirë të Zotit tuaj ju përmohani. Pse na nuk nalmi 1 orë brenda ditës Ramazanit, brenda ditës agjërimit, edhe me marrë një ajet prej ajeteve të Kuranit edhe me medituar rreth tina. Me medituar rreth ajeteve të xhenetit, rreth ajeteve të xhenemit, rreth ajeteve të dënimit, rreth ajeteve të dënimit rreth gjitha këto mundësi të mëdha se çysh ti me arritë devotshmërinë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj agjërimi nuk është që ti veç më unalën, mos me hangër, mos me pi gjatë ditës. Me agjërim do të me agjëru edhe gjymtyrët e tua, do të me agjëru syni jot, do të me agjëru veshja jot, do të me agjëru gjuha jote, do të me agjëru dora jote, koma edhe i gjithë trupi jot. E ki mundësi më të mirë që çdo ditë me dhënë diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala, që nesra ki me gjithë para Allahut si ndërmjetësim sadakajën për ty edhe veprat e tua. Andaj Jabir ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të se kur të agjërosh, dhe të agjëroj me ty dëgjimit, shikimit edhe gjuha jote nga gënjeshtrat harame, thashë themet edhe fjalët e kota. Ajo se çka duhet na me bëu, na duhet me pa Ramazanin si një mundësi e madhe se çysh na me fituar xhenetin. Stash e ki mundësinë ti për me marrë biletën tonë të sigurt për me hyrë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj për atyre të cilët e agjërojnë këtë muaj me devotshmëri. E lutim Allahun subhanahu wa taala që ne e pranoj prej neve këtë agjërim. E lutim Allahun subhanahu wa taala
Qish na ka bashku këtë zemë, na bashku në xhenetin e tina, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit e mirë, me njerëzit e sinqert, e ku ka shoqëri më të mirë se ta, e kulëm në tasmaun wa na khalfa, wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.